ec me mua në paqe në këtë ditë. Ndoshta po pyet veten, nëse dhe si do të jesh në gjendje të kryesh çdo gjë që pret të kryhet nga ti. Duhet të ecësh në këtë ditë njësoj siç ke ecur në të tjerat, hap pas hapi. Në vend që të ngatërohesh në mendime se si do ta bësh këtë apo atë, duhet t'i drejtosh mendimet e tua drejt pranësime dhe drejt hapit të ardhshëm. Sa më shumë që kërkohet nga ti në këtë ditë, aq më shumë mbështetje mund të presësh nga unë. Kjo të jep gjithashtu mundësinë të mësosh që të kam krijuar për të jetuar në varësi të thellë me bariun dhe mbretin. Sfidat të zgjojnë dhe përforcojnë dërgjegjësimin që ti ke nevojë për ndihmën time. Nëse nuk e di se çfarë duhet të bësh, atëherë prit derisa unë të hap rrugën. Beso që unë e di se çfarë bëj dhe je i gatshëm të besosh në udhëheqjen time. Unë do të jap fuqi dhe do të duroj paqe.